إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që ai e humbi nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata. Robert Allahut, keni frikë Allahun e lartësuar dhe dijeni se me të vërtet fëmijët janë sprovë ashtu sikurse është sprovë edhe pasuria. Pikërisht ashtu sikurse thot Allahu I lartësuar në librin e Tij: Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim. Vërtet pasuritë tuaja dhe fëmijët tuaj janë sprovë, por Allahu ka shpërblim të madh. Pra ashtu siç njeriu sprovohet me pasuri, sprovohet edhe me fëmijët e tij. Wa nabluwakum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Pra Allahu I lartësuar thot, ne do t'ju sprovojmë me të keqen dhe të mirën si sprovë, dhe tek ne do të ktheheni. Vëllezër të nderuar, fëmijët janë një sprovë që Allahu I lartësuar u jep prindërve. A do t'i ndreqin ata dhe do t'i edukojnë për mirë, apo do t'i humbin dhe do të tregohen të pakujdesshëm ndaj tyre? Të dyja këto raste kanë pasoja, ose të mira ose të këqija. Fëmia është përgjegjësi e prindit. Ai sprovohet me të, a do të kujdeset për të apo do ta braktisë atë. Nëse kujdeset për të, atëherë ai bëhet burim, gëzimi për të në dunja dhe ahiret. E nëse u humbet, atëherë ai do të bëhet pikëllim për të. Ashtu sikur se thot Allahu I patmetën në librin e Tij: "Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Thot mos mahnis ty pasuria e tyre dhe as fëmijët e tyre. Allahu dëshiron vetëm që t'i ndëshkojë ata me to, pra me pasuritë dhe fëmijët e tyre në jetën e kësaj bote, dhe që shpirtrat e tyre të dalin duke qenë jo besimtar. Mirë po si drejtësia ashtu dhe prishja kanë shkaqet e veta. Ato vërtet janë të caktuara nga Allahu I madhëruar, por ky caktim ka edhe shkaqe nga ana e robit. Nëse prindi I edukon fëmijët që në vogëlim mbi të mirën, ata do të jenë të mirë me lejen e Allahut, sepse ai ka bërë shkakun dhe Allahu e ndihmon atë. E nëse ai lë ata pasdore dhe nuk interesohet për ta, ata do të rriten në humbje dhe atëherë vështirë se mund t'i kthejë në të mirë. Ndaj në një poezi thuhet: Innal ghusuna idha adaltaha i'tadalat wa la talinu idha kanat min al-khashbi. Thot degët e njoma, nëse I drejton në fillim, ato do të drejtohen, por nëse ato janë bërë dru tashmë nuk zbuten më. Prandaj nxitoni vëllezër të nderuar për një edukim të mirë për fëmijët tuaj dhe keni kujdes nga braktisja e tyre, sepse jetoni në një kohë ku janë shtuar sprovat, epshet dhe dyshimet, janë shtuar thirrësit e devijimit dhe të së keqes, janë shtuar numri I tyre dhe mjetët që ato përdorin për përhapjen e tij. Keni frikë Allahun për fëmijët e tuaj, nga se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Çdo fëmijë lind në natyrshmëri të pastër, pra në fitra, pastaj prindërit e tij e bëjnë jehud atë të krishterë apo zjarrkutist.
Pra origjina e fëmijës është natyrshmëria e pastër në fenë islame. Nëse prindi ruan natyrshmërinë e fëmijës dhe zhvillon në të mirat, atëherë ai rritet mbi të dhe vazhdon mbi të me lejen e Allahut. Por nëse ai e shkatron këtë natyrshmëri, atëherë ai do të prishet. Është sikur një tokë pjellore që prodhon të mira. Nëse toka prishet, atëherë ajo nuk prodhon më. Kështu është edhe natyrshmëria. Ai është e gatshme për të mirë, e përshtatshme për drejtësi dhe përmirësim. Por nëse ajo preket nga ajo gjë që e prish atë, atëherë ajo do të prishet dhe s'ka dyshim se shkaku i kësaj është prindi. Prandaj ruani natyrshmërinë e fëmijëve tuaj dhe zhvillojeni në të mirat, nga se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Murru auladakum bis-salati li-sab'in wadribuhum 'alayha li-'ashrin wa farriqu bainahum fil-madaji'." Urdhroni fëmijët tuaj të falë namaz në moshën 7 vjeçare dhe rrihini ata për namazin kur të mbushin 10 vjeç dhe ndajini në shtrat. Pra fillon me fëmijën gradualisht, që nga momenti kur ai fillon të kuptojë. Nëse ai arrin moshën 7 vjeç, urdhrohet për namazin, dhe kjo nën kupton se atij duhet i mësohet abdesi dhe pastërtia, si dhe rregullat e namazit, çfarë është detyrim dhe çfarë është sunet, derisa të mësohet me të dhe të rritet mbi të. Kur të mbush 10 vjeç, ai ose ka arritur pubertetin ose i është afruar atij, atëherë kalohet në një fazë tjetër të edukimit, e cila është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam: "Rrihini ata për namazin." Pra nëse ata nuk e falin namazin, i rreh lek ato. Pra nëse fëmia neglizhon ndaj namazit, rrihet që të ndjejë dhimbjen dhe ndëshkimin dhe të ruaj namazin dhe të vazhdojë me të. Kështu na mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me fëmijët, të edukojmë ata në mënyrë graduale sipas moshës së tyre. Ndërsa ajo që përhapet sot, se edukimi apo rrahja e fëmijës është dhunë familjare, kjo ka ardhur tek ne nga armiqtë tanë, për ndihmorët prishës, të cilët duan të na prishin gratë dhe fëmijët tanë. Ata e quajnë këtë dhunë familjare, por në realitet kjo është edukata islame që rrit gjenerata të mirë dhe të ndrejtura. Dhunë familjare vërtet është braktisja e fëmijëve dhe grave. Kjo është dhunë familjare, ndërsa ndrejtja e tyre kjo është drejtësi dhe përmirësim që ka ardhur me fenë tonë. Gjithashtu mund të themi se ajo që ata pretendojnë se është dhunë, Allahu i lartësuar nuk i ka urdhëruar muslimanët që t'i rrajnë fëmijët e tyre saq që t'u lënë atyre shenja dhe t'u nxjnë mishin, por se bëhet fjalë për një rrahje edukative për atë lehtë. Robert Allahut, vërtet e drejta e fëmijës ndaj prindit të tij vjen para së drejtës së prindit ndaj fëmijës. Disa njerëz thonë unë kam të drejtë mbi fëmijën tim. Po, ti ke të drejtë, por edhe ai ka të drejtë mbi ty përpara se të lindë e të rritet. Dhe kjo është edukimi i tij. Prandaj nëse arrin pubertetin duke qenë i mirë, fal edukimit mirë, dhe prindi i tij është plakur e ka nevojë për mirësjellje, Allahu i lartësuar e ka urdhëruar fëmijën që të thotë: "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira", dhe thuaj: "Zoti im, mëshiroj ato dy, domethënë prindrit e mi, ashtu siç ata më rritën mua kur unë isha i vogël." Vallë, si do ta thotë fëmia këtë nëse prindi nuk e ka arritur fare atë? A do të shpresojë ndokush për mirësjellje prej tij? Jo, kurse si, madje një herë jo. Fëmia i mirë është burim gëzimi për prindin e tij, si në jetë ashtu edhe pas vdekjes. Në jetë i shërben atij, i kujdeset për të dhe ndihmon, sidomos kur ai plaket, e pas vdekjes lutet për të, zbaton testamentin e tij dhe kujdeset për punën që i ka lënë dhe bëhet pasardhës i prindit e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Kur njeriu vdes, ndërpriten veprat përveç 3 gjërave: nga një sadaka vazhdueshme, nga një dituri që përfitohet, ose nga një fëmijë i mirë që lutet për të. Por nëse fëmia është i prishur, ai e mallkon prindërin e tij dhe nuk lutet për të, shkaku i kësaj është vetë prindi që ka pas dorë atë kur ai ishte i vogël
dhe ai e kundërshtoi prindin kur u rrit, si në jetë ashtu edhe pas vdekjes. Prandaj keni frikë Allahut për fëmijët tuaj. Mos i humbni ata, nga se disa njerëz mendojnë se edukimi i fëmijës është që t'i japësh para, t'i blesh makinë, t'ia plotësosh dëshirat dhe pastaj thot, pasha Allahun, unë nuk kam kursyer asgjë për djalin tim. Por në të vërtetë nuk ke bërë asgjë tjetër përveç se ke kursyer. Këtë e ke lënë mangët. Kjo është vetë neglizhenca dhe shkatrimi. Parat që ti jep atij makine që ja blen, kjo është rrugë drejt shkatrimit për të. Prandaj thuhet në një poezi, inna ash-shababa wal-faragha wal-jidda mafsadatun lil-mar'i ayu mafsada. Thot më të vërtetë rinia, koha e kaluar kot dhe bosh dhe pasuria është një shkatërues për njeriu, por çfarë shkatëruesi? Pra ti i ke dhënë atij mjetet e prishjes, ja ke mbushur xhepat me para, si dhe i ke dhënë makinën në cilën ai shkon ku të doj, pra ti ja ke hapur atij rrugën për devijim. Po, vërtet ne themi jepi fëmijës tënd, shpenzo për të, blej makinë por vëzhgoje, shiko sjelljet e tij dhe mos lër pasdore. Mos e lër fëmijën tënd të rritet derisa të bëhet burr dhe të sillet sipas mendjes vet. Për aq kohë ai nuk e ka arritur moshën e pjekurisë. Ai është në dorën tënde dhe ti je përgjegjës për të para Allahut të lartësuar. Dhe prishja e tij është për shkakun tënd dhe për shkak të neglizhencës sate. Prandaj keni frikë Allahun për fëmijët tuaj. Yusikumullahu fi auladikum. Allahu ju porosit juve për fëmijët tuaj. Fëmijët janë barë që Allahu e ka ngarkuar prindin me të. Prandaj duhet të ketë frikë Allahun për të amanet që ja ka dhënë Zoti. Nuk ka dyshim se fëmia kërkon lodhje, kërkon durim. Kush nuk ka durim dhe nuk e përballon lodhjen për fëmijën e tij, ai do të humbas, ai do ta humbasë të. Disa thon unë nuk kam ç'të bëj. Udhëzimi është në dorën e Allahut. Në të vërtetë ti nuk e bër asgjë, pastaj thua nuk kam ç'të bëj. Po udhëzimi është në dorën e Allahut kur ti bën shkakun për udhëzimin e tij. Allahu është afër dhe i përgjigjet lutjes. Mirë po nëse ti humbet shkaqet për udhëzim, nuk do të arrish udhëzimin, përkundrazi do të arrish të kundërtën. Ndaj keni frikë Allahut dhe le të jetë prindi shembull i mirë për fëmijën e tij, para së gjithas. Ai vetë duhet të jetë shembull, e si të jetë fëmia i mirë kur prindi është vetë i prishur, nuk e fal namazin, nuk zgjohet për të, vjen në shtëpi vetëm për të ngrënë dhe për të pirë, dhe pjesën tjetër të ditës e kalon në lokalet e kafenes, në dasma, në udhëtime dhe nuk pyet fare për fëmijët e tij. Vallë, ky është prindi, ky është një prind shtazarak, jo një prind që mban përgjegjësi para Allahut të lartësuar. I shembull i mirë për fëmijët e tu para se gjithashtu lutu për fëmijët e tu, ashtu sikur se veproi Ibrahimi alayhis salam kur i tha Zotit të tij: "Wajnubni wa bani an na'budu al-asnam", më largo mua dhe bijtë e mi që të mos adhurojmë idhuj. Pra ai përfshiu edhe fëmijët e tij në lutje. Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. O Zoti, më bëj mua dhe disa nga farsarësit e mi falës të namazit. O Zoti, pranoj lutjen time. Pra lutu për fëmijët e tu, krahas përpjekjeve për edukimin e tyre. Lutu që Allahu t'i ndihmoj dhe t'i përmirësoj ata. Largoj nga shtëpia mjetet e prishjes, mjetet e komunikimit të prishur, muzikën dhe fotot me lakurisira, për ndryshe shtëpia jote do t'jetë strofull e fesadit dhe e prishjes. Madje bëje shtëpinë tënde të pastër, vend adhurimi dhe përmendje të Allahut të mos dëgjohet në të vetë se përmendje Allahut, leximi i Kuranit dhe fjalët e pastra të ndershme. Mësoj fëmijës tënd Kuranin, mësoja përmendesh të zgjidhë një shkollë të mirë për të, me drejtor të mirë, mësues të mirë dhe nxënës mirë. Zgjidhe shkollën e mirë dhe ndiqe mbarvajtjen e tij. Pyet për të, ndihmoje në mësime dhe jepi kuraj atij. Nëse jep ndonjëri prej fëmijëve një dhuratë, jepja edhe të tjerëve si ai, nga se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum." Kini frikë Allahun dhe mbani drejtësi me fëmijët tuaj. Prandaj njëri nga sahabët e tij i dha një dhuratë njërit prej fëmijëve të tij, ndërsa gruaja i tha:
derisa të dëshmojë i dërguari i Allahut për këtë. Pra derisa ta marrin vesh i dërguari i Allahut për këtë. Kështu ai shkoi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ai të dëshmojë për dhuratën, ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Atë gjithë fëmijëve të tu ke dhënë sikurse këtij?" Ai tha jo, ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Atëherë për këtë gjë merr dikë tjetër për dëshmitar, nga se unë nuk dëshmoj për padrejti." Pastaj i tha: "Atë pëlqen që ato të jenë barabartë në mirësi ndaj teje?" Ai tha po, ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Atëherë mos bëj dallime." Pra mos i jep disave dhe disa të tjerëve t'i lësh pa u dhënë gjë. Madje edhe kur flisni dhe janë të pranishëm fëmijët, mos fol vetëm me njërin, mos qesh vetëm atë, mos lavdëro vetëm atë, por se vër i re edhe të tjerë. Fol me të gjithë, lavdëroj të gjithë, lutu për të gjithë, edhe nëse nuk janë në të njëjtin nivel si ai që të pëlqen, nga sa ata janë fëmijët e tu dhe të gjithë e kanë të drejtë mbi ty. Andaj kini frikë Allahun dhe kujdeseni për fëmijët tuaj. Vallë çfarë themi tani kur babai nuk i jep më fëmijët e vet, ose për shkak të ndjekjes së pasurisë, kërkimit të saj dhe tregtisë, ose për shkak se ai ndodhet në vende të zbavitjes, të pakujdesisë dhe të kalimit natës vonë në klube nate, në pallate festash, në ekskursione dhe të tjera gjëra si këto. E nuk pyet fare për fëmijët e tij. Po ashtu edhe nëna është bërë si burri, nuk qëndron më në shtëpi, del për në punën e saj, del për studimet e saj, del për tek shoqet e saj dhe i lë fëmijët vetëm. Pastaj si pasojë, ku do të shkojnë fëmijët? Shkojnë në përqendra kujdesi, në përçerdhe dhe kopshte të ndryshme, ku i edukon dikush që as nuk ka mëshirë për ta, e as nuk udhimset, i edukon dikush që nuk pyet fare për ta. Një i punësuar i ngjan atij që ka një tufë me dele dhe i ruan që të mos i ndonjë. Mirë për që të kujdeset për sjelljen dhe fenë e tyre, kjo është detyrë e prindërve, ndërsa ju huaj nuk intereson nëse fëmia bëhet i mirë apo i prishur, ai është thjesht një i punësuar si bariu që ruan delet nga humbja. Andaj kini frikë Allahun dhe kujdesni për fëmijët tuaj, sepse jemi në një kohë ku sprovat janë më të mëdha se kurrë. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. O Zoti ynë, na jep prej bashkëshortëve dhe pasardhësve tan të atill që të jenë kënaqësi e syve tan, si dhe na bëj që të jemi imam, pra shembull për të devotshmit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Robert Allahut, vërtet ajo që po shihni sot prej sjelljeve të këqija të rinisë është rezultati i keq edukimit dhe neglizhencës. Shumica të rive sot nuk kanë tjetër hall veç se të vërdallosin klubeve dhe të shpejtojnë me makinë rrugëve, duke dëmtuar veten dhe të tjerët, duke shqetësuar njerëzit dhe fëmijët, si dhe duke ekspozuar të gjithë njerëzit ndaj rrezikut. Sa vdekje kanë ndodhur për shkak të shpejtësisë së tyre, sa pasuri janë humbur dhe sa makina janë shkatruar, në fund cili është rezultati. Ky fëmijë ka një ngarkesë brenda vetes që do ta shkarkojë, sepse nuk është i angazhuar me diçka të dobishme, nuk është i angazhuar me gjë të hajrit, por si është dhënë mjet i prishjes dhe është lënë i lirë, merr makinën dhe del rrugëve duke shqetësuar njerëzit dhe duke bredhur pra klubeve të natës. Njerëzit nisin ta mallkojnë prindin e tij, madje disa prej tyre mallkojnë haptazi duke thënë: "Mallkuar qoftë prindi që la fëmijën e tij të na shqetësoj dhe të na rrezikoj pra jetën." Shikoni muret e shtëpive, si i shkatrojnë të rinjt me shkrimë të ndyra, të cilat tregojnë se në brendësinë e tyre ka një ngarkesë imoraliteti e fllëkësie që e derdhin mbi mure dhe e shkruajnë atë pa turp. Prandaj kini frikë Allahun, o robët të Allahut, vëzhgojeni fëmijët tuaj, mos i lini pas dore. Këto janë zullume të qarta, rezultati një edukimi të keq që tashmë është bërë publik para të gjithëve. Po të shohësh jo besimtarë në vendet e tyre, ata i edukojnë fëmijët e tyre edhe pse edukimi i tyre është vetëm për çështje të kësaj bote. Ato i mbajnë në rregull fëmijët e tyre, nuk shet e ata rrëmuj në rrugë,
as në makinë, as në ndonjë vend tjetër, edhe pse ata janë jo besimtar. Por se këtë e themi, dhe kjo nuk është se ata çdo gjë e kanë perfekte, por se këtë e themi si rregull në përgjithësi. Vallë si ndodh me muslimanët që të jenë në këtë gjendje, kini frikë Allahun, o rob të Allahut, vëzhgojeni fëmijët tuaj dhe kujdesini për ata, dijeni se ata janë sprovë për ju, ose do t'i përmirësoni, ose do t'i prishni. Dhe ju do t'jeni përgjegjës për ta para Allahut. Nëse bëhen të mirë, ata janë gëzim për prindit e tyre, madje edhe në xhennet. Ndaj Allahu i lartësuar thot: "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay' kullu imrin bima kasaba rahin." Ata që besuan dhe pasardhësit e tyre ndoqën me besim, ne do t'i bashkojmë me ta pasardhësit e tyre dhe nuk do t'u apaksojmë as pak veprat. Çdo njeri është peng i asaj që ka bërë. Dietarët kanë thënë, nëse fëmia është në xhennet, edhe prindi i tij është në xhennet, por në një gradë më të lartë, Allahu do ta ngrejë fëmijën në gradën e prindit të tij, që ai të gëzohet me të, të lumturohet me praninë e tij dhe ai bëhet një burim gëzimi për të në dunja dhe ahiret, pra gëzim i syve të tij. I lutem Allah të lartësuar që të na ruaj fëmijët tanë dhe të na bëjë udhëzues dhe shembull edukues për ta, me qëllim që të arrijmë lumturinë dhe kënaqësinë e Zotit tonë të lartësuar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.